Hidrovori i qytetit gati investimi dhe projekti i ri. Lajmi është konfirmuar edhe nga kryetari i Bashkisë së Vlorës Ermal Dredha, ndërsa në mbledhjen e radhës së qeverisë shqiptare pritet edhe miratimi i fondeve, një investim ky që do të realizohet nga Ministria e Bujqësisë. Dredha ka theksuar se deri më tani ka patur një ndihmë edhe nga emergjenca civile për hidrovorin e qytetit të Vlorës. Është drejtoria e emergjencave civile në fakt që na është bashkuar me mekanizmat e vet edhe me mjetet e tyre, sepse ne kemi pasur një problematikë aty që e kemi evidentuar dhe konstatuar, sidomos gjatë prurjeve me sasi të ujit, kur ka pasur reshje. Siç e dini ju, hidrovori në fakt kodina vet ka pasur një çedencë, kjo edhe për shkak sepse është ndërtuar shumë shpejt, është ndërtuar në viteve 70, edhe patjetër që vjen momenti që duhet bërë një investim atje. Po më vjen mirë sepse kemi pasur një reagim në kohë reale, qoftë nga Ministria e Bujqësisë, e cila po na ka garantuar një fond të mjaftueshëm për të bërë një investim të parë atje, që do të thotë do të vendosim pompat të reja, edhe pompat kanë qenë shumë të vjetra. Mundohemi gjithmonë të riparojmë, por edhe ato sa mund të mbajnë. Në këtë aspekt ne po presim që të çelët fondi me mbledhjen e qeverisë së ardhshme që bëhet të premten, thjesht çelët kaloj vendimi i Këshillit të Ministrave, me një do të fillojmë me zbatimin, po themi, procedurial për të implementuar të projekt, për të zbatuar këtë projekt. Keni parasysh që do të marrë atë kohën e vet, por e rëndësishme është që ne kemi vënë atë llukun e zgjidhjes problematikës, edhe shpresoj që shumë shpejt hidrovori të jetë me një investim siç duhet. Kemi parasysh edhe investimin në Akërnis, aty ka një hidrovor model, edhe pak ashtu do të jetë njëjti standard sa i përket edhe atij projekti. Thjesht pak durim, sepse nuk bëhen dot gjithë gjërat brenda ditës, por keni parasysh që gjithë orientimi dhe dedikimi jonë është që gjërat të bëhen dhe mos të ribëhen nga e para pas 1 apo 2-3 vitesh, atë bëhet diçka tamam standard. Kryetari i Bashkisë së Vlorës Ermal Dredha ka bërë me dije se investimi parashikon ndërhyrjen në godinën e hidrovorit, por dhe në vendosjen e 2 pompave të reja të fuqishme. Projekt në fakt ka si qëllim që të zvendosojë 2 pompat të mëdha edhe godinën, të bëhet një investim te godina, sepse 2 pompat e tjera të vogla deri diku janë më të menaxhueshme. 2 pompat e mëdha janë, nëse do të punojnë kapacitet plot, janë më së mjaftueshëm për të përballuar çfarë do lloj sasi reshjesh në qytet. Megjithatë, ne jemi shumë të kujdesshëm që të bëjmë edhe një investim tjetër, po prapë me fondin e emergjencave civile, sa i përket edhe ndërhyrjes apo ridimensionimit të disa akseve të kanaleve, të ujrave të larta dhe ujrave të bardha në qytetin e Vlorës. Pra janë 2 investime që do të bëhen. Hidrovori i qytetit pritet që shumë shpejt të realizojë një investim të ri, që do të çojë padyshim në evitimin e problematikave të lidhura edhe me përmbytjet në qytet.